Çdo ushtrim që do bëni në këtë kapitull, për shembull do zëmë surimi tek ushtrimet, tek kapitulli 6.1, momentin që ju do të keni mbaruar këto, pra deri tek ushtrimi i fundit, në fund fare ju del një pjesë që thot kapitull 1 algoritëm. Momentin që ju keni dhënë të gjitha submit dhe i keni mbaruar si ushtrime, do duhet që të krijoni një folder ku brenda këtij folderi do vendosni të gjitha algoritmet. Dhe të gjitha algoritmet do i ktheni në folder. Për shembull, do zëmë sikur jemi ushtrimi 6.1-shi, pra që thot hyjje gabimit. Pasi ti ke korrigjuar dhe ke krijuar algoritmin e saj, dhe pretendon që ke sakt. Ja, po ti bëj run këtu, do duhet të dalë nxjerrë këtë lloj outputi. Okej. Ai se çfarë do bëj? Po shkoj në tools, po zgjedh export. Dhe export me marrë thjesht si file, si imazh. Po bëj create. Këtu thjesht kam vetëm mainin, nuk kam funksion tjetër, thjesht kam funksionin kryesor. Po bëj create. Dhe në documents, pra në një folder që ju do duhet t'i mbani mend ato, po krijoj një folder dhe po vendos kapitulli kapitulli 1. Po futem brenda te kapitulli 1 dhe po i vendos ush 1, domethënë ushtrimi 1. Po i bëj save. Dhe bëj OK dhe bëj done. Nëse doni ti mbaroni të gjitha ushtrimet e algoritmeve dhe doni t'i vendosni ato në algoritëm, pra në fund fare, pra të ky, pra zgjidheni ju vetë metodën, ose ti mbaroni të gjitha ushtrimet dhe t'i dërgoni, ose mund t'i dërgoni ato tek e tek. Jam po gjej, pra po bëj këtë mënyrë, domethënë që kam krijuar një ushtrim dhe më duhet ta vendos këtu në source-in e saj. Po shkoj në menun file dhe po bëj upload. Po bëj browse dhe po kaloj në folderin që kam krijuar, ardhur documents, kapitulli 1, po klikoj foton, fotoja jone ka ushtrimin 1.png dhe po bëj add file. Momentin që po bëj add file, jam tek ushtrimi 1 dhe këtu do vendos emrin e fotos që kam ush1.png. Nëse do bëj refresh, do shikoni që kjo foto do më shfaqet. Okej, do vendos pik. Pra kjo është ushtrimi i parë. Pra kështu do vazhdoni me gjithë ushtrimet e tjera. Pra, mbani mend që në çdo fund kapitulli keni një pjesë që ju do duhet vendosni dhe algoritmin e saj. Pra mos më bëni submit pa i mbaruar ato.